Një pallat te farmacia 10, i ndërtuar nga kompania Arlis, pas një aksidenti u kthye në një debat politik. Një pallat që ju dojq fasada. Ekspertët thanë se një zjarr i rënd diku te bizneset dojgji fasadën, një dëm i madh për banorët. E rëndësishme është e para që nuk pati viktima, pra përtej show të fasadës. E rëndësishme është që u reagua shpejt. Politika do të vazhdojë të hedhet pres, por është shumë e rëndësishme të shohim përtej fasadës. Një fasadë djegur. Kompania tha se do të marrë përsipër ta rindërtoj, shkoi zëvendës kryeministria, shkuan përfaqësuesit e opozitës, u bë dhe debat në parlament. Por problemi nuk është te rindërtimi, as te sulmet dhe akuzat apo gjobvënjet që i bëhen ndërtuesit. Problemi është, cilat janë institucionet shtetërore që mbajnë përgjegjësi për një objekt që ndërtohet, kolaudohet, supervizohet dhe më pas i jepet leja e shfrytëzimit. Një objekt me një fasadë të ventiluar, i cili shërben që apartamentet e këtij objekti të jenë më të ngrohta në dimër dhe më të freskëta në verë. Një objekt i cili është dorëzuar dhe shitur nga kompania ndërtuese, është blerë nga qytetarët, të cilëve u ka ndodhur një aksident, tashmë ngren duart, shohin nga qielli dhe thonë, të na ndihmojë qeveria, se fajin e ka ndërtuesi, ku ishte shteti, fajin e ka pushteti. E vërteta në fakt është se në Shqipëri ka një mungesë të theksuar kulture në lidhje me sigurimin e pronës. Fatkeqësitë natyrore apo aksidentet nuk po kthen tashmë në një mësim për shqiptarët. Pra, nga përmbytjet, nga tërmetet, nga zjarri, nga vjedhjet, që me një shumë simbolike të bëjnë sigurimin e pronës e tyre. Dikush thotë se kompanitë e sigurimit nxjerrin justifikime se nuk ka siguri për mbrojtje ndaj zjarrit në një objekt, prandaj është kot të paguash parat. Në fakt, kjo është prapë përgjegjësi e vetë banorëve të një objekti. Si mund të jetojnë në një pallat kur e dinë se nuk ka siguri nga zjarri? A ka ky pallat një administrator, një bord drejtues? Pse nuk vendosen këto kushte sigurie? Në rast se firma si ka bërë, pse nuk paditet subjekti përkatës nga vetë banorët në gjykat, për t'i kërkuar parat për të bërë sigurimin nga zjarri, që nga alarmet, vendosja e sistemeve të ujit të tjerë. Mungesa e një kulture në lidhje me sigurimin e pronës, mungesa e një kulture në lidhje me menaxhimin e pronës, kur në një komunitet të përbashkët, mbi të gjitha duhet të prevalojnë standardi dhe siguria. Nuk e bën kush. Nuk ekzistojnë bordet në shumicën e pallateve. Administratorët janë thjesht fiktiv. Le të shohim anën tjetër përtej fasadës. Një qytetar ka vendosur të blejë një apartament, shkon e i pranon kushtet, firmos një kontratë, bën pagesën sipas kontratës dhe vlere monetare që paguan, merr apartamentin. A i kontrollon çdo banor që blen një njësi kushtet e sigurisë së pari. Në fakt, të gjithë pretendojnë se pallati, apartamenti, ka një leje shfrytëzimi, është bërë një supervizion dhe kolaudimi i tij. E pra, këto janë 3 hallka përgjegjësie dhe qytetari kur shkon ta blej e di se këto janë të certifikuara. Kush i jep këto garanci? Së pari pushteti vendon që jep lejen e shfrytëzimit, kush e bën një supervizion të plot përpara dhënies së lejes së shfrytëzimit, kush janë personat përgjegjës, kush janë kolaudatorët e objektit, mbi cilat certifikata është vendosur që të ndërtohet një lloj i caktuar i fasade, qoftë ky i Arlis ndërtim, qoftë edhe qindra pallate që ndërtohen në kryeqytet. Kush i ka certifikuar? Përgjegjësia gjendet kollaj. Në rast se është një lloj fasade me ventilim, ka një certifikat për çdo material që është përdorur. Kush e ka dhënë këtë certifikat? A është një material kundër zjarrit, apo janë thjesht nga ato materiale që u akuzuan se kanë përmbajtje naftaline dhe bitumi dhe digjen si eshk, apo me njëherë marrin flak sikur të jenë një copë kartoni thatë? Le ta quajmë që kanë ndërtues të papërgjegjshëm që i vendosin fasada me cilësi të dobët, po kolaudimin e objektit, kush e bën? Kush kontrollon cilësinë, që nga sistemet e furnizimit me ujë, të macve, sigurisë që ka objekti nga uji, sigurisë që ka nga energjia elektrike, nga instalimet, ngrohja, dritaret dhe dyert, deri te fasada që është fytyra me makjazh, por që pasaj fshihet një pikë e rëndësishme, një gjë thelbësore, siç është ventilimi, i cili siguron që objekti të jetë më i ngrohtë në dimër dhe më i freskët në verë. Cilët janë personat që kanë firmosur kolaudimin, jo thjesht e vetëm te objekti i Arlis ndërtim. Të shohim përtej fasadës në çdo objekt tjetër, pasi ai është një alarm për çdo objekt. Çfarë materialesh janë përdorur? Kush i ka dhënë lejet e shfrytëzimit? Përgjegjësia shkon që nga inspektoratet te bashkitë dhe jo vetëm e Tiranës, sepse ky fenomen nuk është vetëm në kryeqytet, por është kudo nëpër Shqipëri, sa në jug e në veri. Kudo me qindra objekte janë në një rrezik të madh për shkak të dhënies së certifikimit, kolaudimit, lejes së shfrytëzimit nga kompania apo institucione të papërgjegjshme, dhe më pas, qytetarët shkojnë e blejnë një objekt. Këta janë të parët përgjegjës, ata që kanë certifikuar, kanë firmosur që në objekt të hynë njerëz dhe të jetojnë, pa kontrolluar më parë standardet e furnizimit me ujë, instalimet e energjisë elektrike, ashensorët, materialet e përdorura për ndërtim, deri te fasada e cila te objekti te farmacia 10 na tregoi se ka një rrezik të madh për jetën e qytetarëve.
megjithse fatmirësisht atje nuk pati viktima. Diku tjetër në rast se nuk ndërhyet me shpejtësi dhe nuk kontrollohen dhe nuk korrigjohen standardet, nuk çohen përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë ata që kanë firmosur për fasada që digjen si karton, do të vazhdojë të ketë një rrezik të madh dhe një papërgjegjësi totale që çon deri në jetën e njerëzve që vihet në pikpyetje. Ky është thelbi përtej fasadës, që nga ndërtuesit të cilët mund të jenë të papërgjegjshëm deri tek institucionet që paguhen nga taksat e qytetarëve, për të ruajtur nga papërgjegjësia, për të ruajtur nga mungesa e standardeve dhe cilësie dhe për të kontrolluar çdo ndërtues pa përjashtim. Në fund, qytetarët duhet të kenë kulturën e sigurimit të pronës dhe mos të hyjnë të jetojnë në objekte për të cilat pretendojnë se s'kan siguri nga zjarri, s'kan siguri teknike. Atëherë ku shkojnë dhe ku jetojnë, për çfarë i shpenzojnë të ardhurat e tyre? Pse nuk i çojnë përgjegjësit përballë drejtësisë? Pse nuk vendosin sigurimet që të sigurojnë pronën, e cila në fakt mund të jetë pasuria më e madhe e një jete pune? Përgjegjësia nuk është thjesht e vetëm te një ndërtues, por shkon te vetë qytetarët që blejnë pronën dhe deri tek institucionet përgjegjëse që japin leje që qytetarët të jetojnë në një objekt të pasigurt.